Ish drejtori i Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, 41 vjeçari Elton Varaku, u arrestua nga policia e Durrësit pas një incidenti të dhunshëm në ambientet e institucionit. Varaku, i cili ishte shkarkuar nga detyra pak kohë më parë, kërcënoi punonjësit dhe shkatërroi kompjutera e pajisje të tjera zyrtare, duke shkaktuar panik me stafit. Arrestimi u krye në flagrancë, menjëherë pas raportimit të ngjarjes. Para gjykatës, ish drejtori shprehu pendes për sjelljen e tij dhe kërkoi ndjesë publike për veprimet e kryera. Ai pranoi se kërcënimet dhe dëmtimi i pronës ishin veprime të papranueshme dhe kërkoi mirëkuptimin e institucioneve dhe qytetarëve. Megjithatë, gjykata vendosi që rreziku për përsëritje të sjelljes së dhunshme dhe natyra e veprimeve të tij e justifikonin mbajtjen në burg. Prokuroria e ka akuzuar Varakun për shkatërim prone dhe kanosje, ndërsa hetimet vazhdojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat e incidentit. Sipas burimeve, ish drejtori ka mbajtur poste të ndryshme drejtuese në Durrës gjatë dekadës së fundit, gjë që e bën këtë ngjarje më të ndjeshme dhe me jehon në komunitet. Ekspertët dhe analistët ligjor vënë në dukje se vendimi i gjykatës është i rëndësishëm për të treguar se ligji zbatohet edhe për ish zyrtarët publik, duke shmangur precedent të papërshtatshëm të dhunës ose intimidimit në institucione. Ngjarja ka nxitur debate mbi sjelljen e drejtuesve të lartë pas shkarkimeve dhe mbi mënyrën se si duhet të menaxhohen konfliktet në institucionet publike. Gjykata e Durrësit ka theksuar se procedurat për këtë rast nuk kanë përfunduar ende, ndërsa hetimet do të vazhdojnë për të vlerësuar përgjegjësinë e plot ligjore të ish drejtorit dhe për të sqaruar ndikimin e veprimeve të tij mbi funksionimin e Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.